Peshorja. Dashuria. Nëntori për peshoren është si një melodi e ëmbël që rikthen ekuilibrin në zemër. Një harmoni e re mbretëron në marrëdhëniet romantike për shenjën e peshores, një harmoni e mirëkuptimit dhe bukurisë së përbashkët. Nëse jeni në një lidhje, këtë muaj do të frymëzoheni për të krijuar një atmosferë paqësore rreth jush të dyve, ndoshta duke organizuar mbrëmje të veçanta kushtuar dialogut dhe bashkëpunimit. Çdo gjest i mirë që bëni ndaj partnerit tuaj amplifikohet dhe kompromiset e vogla të përditshme bëhen shkëmbime natyrale dashurie. Nëse jeni beqar, sharmi juaj diplomatik është në shfaqje, mund të tërhiqni dikë në një ngjarje kulturore, një ekspozit arti apo edhe një librari, vende ku eleganca juaj e lindur nuk do të kaloj pa u vënë re. Çfarë lloj marrëdhënieje po kërkoni vërtet përtej pamjes ideale? Yjet juftojnë të kërkoni një lidhje ku mbretëron reciprociteti dhe respekti, në vend të përsosmërisë së jashtme. Në dashuri, këshilla praktike është të shprehni sinqerisht ndjenjat dhe nevojat tuaja. Mos keni frikë të prishni harmoninë, sepse komunikimi autentik do ta forcojë më tej lidhjen tuaj dhe do t'ju bëjë të ndiheni të dashur për atë që jeni vërtet. Shëndeti. Mirëqenia juaj shkëlqen kur gjithçka është në ekuilibër, peshorja. Në nëntor, përqendrohuni në gjetjen e harmonisë midis trupit dhe mendjes. Kohët e fundit mund të keni përjetuar pak stres, por tani është mundësia për t'u rilidhur. Aktivitetet të lehta si yoga, pilates, apo edhe vetëm një shëtitje në një park të qetë mund të bëjnë mrekulli për të ribalancuar energjinë tuaj dhe për t'ju dhënë vitalitet të ri për të rirë. Kushtojini vëmendje edhe dietës suaj, shijoni disa ushqime të këndshme, por balancojini ato me vakte të lehta dhe ushqyese. Përveç kësaj, një ritual relaksues në mbrëmje, si një banjë e ngrohtë në dritën e qirinjve, do të përkëdhelë shisat tuaja dhe do të çlirojë tensionin. Një këshill shëndetësore është të mos neglizhoni shoqërinë, ndarja e kohës suaj të lirë me miq të gëzuar ose familje të dashur, ndoshta duke praktikuar një sport të lehtë ose duke ndjekur një kurs vallëzimi, do t'ju ndihmojë të mbani humorin lart. Ekuilibri emocional dhe fizik do të shkojnë dorë për dorë, dëgjoni sinjalet e trupit dhe mendjes suaj dhe gjeni ritmin tuaj harmonik. Puna. Në punë, nëntori ju sheh si ndërmjetës dhe strateg, peshorja. Suksesi profesional për peshoren ndërtohet mbi aftësinë tuaj për të bashkëpunuar dhe për të parë çdo situatë nga perspektiva të shumta. Në zyrë ose në projektet në të cilat jeni të përfshirë, mund të thirreni për të ndërmjetësuar një konflikt midis kolegëve ose për të gjetur një kompromis të dobishëm në një negociat. Përdorni empatinë dhe ndjenjën tuaj të lindur të drejtësisë, do të jeni në gjendje të transformoni tensionet në marrëveshje dhe mosmarrëveshjet në zgjidhje krijuese. Nëse punoni në një ekip, do të jeni ai që balancon përpjekjet e të gjithëve, duke shpërndarë detyrat dhe meritat në mënyrë të barabartë. Megjithatë, keni kujdes të mos humbisni nga syt ambicjet tuaja personale, të qeni gjithmonë i disponueshëm për të tjerët nuk duhet t'ju bëjë të neglizhoni qëllimet tuaja. Apo përfitoni edhe ju nga rezultatet e përbashkëta, apo thjesht po punoni për t'i bërë të tjerët të shkëlqejnë? Her pas here, mos harroni të kërkoni vendin dhe meritat tuaja. Si një këshill praktike, vendosni një qëllim konkret për fundin e muajit në lidhje me rritjen tuaj profesionale, si përfundimi i një kursi, pyetja e shefit tuaj për reagime ose propozimi i një ideje tuaj, dhe ndiqeni atë me vendosmëri të butë. Do të shihni se mund të keni sukses pa humbur kurrë elegancën tuaj natyrore. Marrëdhëniet shoqërore. Jeta shoqërore e peshores në nëntor është një kopsht harmonik ku kultivoni miqësi dhe marrëdhënie me kujdes dhe hir. Marrëdhëniet shoqërore ju ofrojnë mundësi për lumturi dhe ekuilibër, të qenit në shoqërinë e njerëzve të duhur ju bën të ndiheni të plotë. Gjatë kësaj kohe, mund të organizoni takime shoqërore të rafinuara, dalje kulturore ose mbrëmje të kaluara duke biseduar në nyje. Ju pëlqen të rrethoheni me bukuri dhe shoqëri të mirë, dhe të tjerët vlerësojnë atmosferën e qetë që krijoni. Nëse vini re tensione në grupin tuaj të miqve, do të jeni ju ai që do të ndërhyjë me takt për të rivendosur paqen. Aftësia juaj për të kuptuar perspektiva të ndryshme ju bën një diplomat të vërtet të miqësisë. Një takim i rastësishëm mund të çojë në një miqësi të re dhe stimuluese, ndoshta me dikë nga një sfond i ndryshëm nga juaj, i cili do t'ju hap horizonte të papritura. Këshilla për marrëdhëniet shoqërore është të lini mendjen çdo hezitim dhe të merrni iniciativën. Sugjeroni diçka të këndshme për të bërë së bashku, telefononi atë mik që nuk keni dëgjuar prej kohësh, dilni nga zona juaj e rehatisë shoqërore.
Do të zbuloni se harmonia ndërtohet edhe me akte të vogla guximi relacional, dhe në fund të muajit do të gjeni veten të rrethuar nga dashuri e sinqertë dhe mirënjohje e ndërsjell. Mbyll muajin me sukses. Ky nëntor, peshorja, do të jetë një muaj çuditërisht pozitiv. Keni rizbuluar një ekuilibër të brendshëm që reflektohet në të gjitha fushat e jetës suaj. Dashuria, shëndeti, puna dhe miqësitë shkëlqejnë me një dritë të re dhe të qetë. Qëllimi juaj tani është të ruani dhe kultivoni këtë harmoni. Mbani me vete në të ardhmen mësimet që keni mësuar në javët e fundit, se komunikimi i hapur nuk e prish ekuilibrin, por e forcon atë, se kujdesi për veten nuk është egoist, por një burim energjie, dhe se sasia e duhur e zgjuarsisë ju fiton njohje pa sakrifikuar mirësinë. Përfundoni muajin duke u ndjerë në paqe me veten dhe të tjerët, gati për të hyrë në muajt e fundit të vitit me një zemër të lehtë dhe besimin se kur jeni në ekuilibër, gjithçka bie në vendin e vet. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.